nuk ka asnjë ministër, ish ministër, me kokra ndonjë ish zëvendësministër, se nuk po duhet i përfshi të gjithë, por shumica zëvendësministrave, drejtorëve e të tjerë, të cilët nuk kanë përfituar nga posti, të cilët nuk kanë marrë diçka kur kanë ikur dhe të cilët nëse janë opozit mezi presin të rikthehen që t'ju vide një herë, ashtu siç thuhet në mënyrë shumë popullore, zari në dorë. Kjo është mendësia e tyre. Mendësia e zarit, të më vide një herë zari në dorë, të rregulloj dhe vllan edhe kunatin, se të gjitha tjerat nuk hynë më. Pra, në një shoqëri të tillë, në një sistem të tillë, ku harxhohen 10 miliona euro për një rrugë që pastaj shembet, dhe askush nuk thot asgjë, dhe gjithë dalin me paturpsinë më të madhe të gufuar me silikon dhe thonë që un jam punëtor ose un jam ashtu e kështu. Kjo është një farsë e rëndë, të cilën çdo kush që ka një inteligjencë minimale nuk e pranon dot. Në Shqipëri kjo deri më sot ka ecur sepse propaganda është aq e thellë, por njerëzit duhet të fillojnë të zgjohen. Nuk mund të jetë më ky vazhdimi. Zoti Roj, ju përmendët faktin që Edi Rama nuk e ka shumë të gjatë në drejtimin e qeverisë. Kjo shkurtesë pra e jetëgjatësisë pra do të vi nga spaku, do të vi nga një forcë madhore, në këtë rast siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku mund përmendim faktin që administrata Donald Trump ka vendosur në sanksione kartelin Sinaloa dhe konkretisht familjen Hysa, ku luftar Hysa, njëri prej tyre, u takua në zyrën e kryeministrit Edi Rama pak vite më parë dhe tashmë secili ka dhënë versionet e tyre të ndryshme sepse u takuan, por duke takuar një eksponent të tillë të kartelit Sinaloa, vetë Edi Rama a vendoset në rrezën e kuqe të Shtetet Bashkuara të Amerikës? Shikoni, unë nuk e kam mbiemrin Cassandra, kështu që nuk do të bëj parashikime se nga do t'i vi, por mund të bëj një përqasje analitike të asaj që unë mendoj për situatën. Unë mendoj që fundi zotit Rama është i pashmangshëm, se kur do të vi ajo varet nga shumë faktorë dhe nga shumë rrethana. Është i pashmangshëm sepse kjo nuk mund të eci përgjithmonë dhe do të vi një pikë ku ai nuk do të jetë më aq i vlefshëm për strukturat e pushtetit në Shqipëri dhe ata do të jenë të detyruar ta zëvendësojnë. Ka ndodhur edhe më parë. Pra do të vi një pikë kritike. Kjo është pika e parë. Pika e dytë është që duke qenë që zoti Rama ka, dhe ashtu se dhe gjithë të tjerët, ka kontrollin e plotë të gjitha strukturave, e gjithë paria e Tiranës mendon nuk duhet në vlerësuar pikëspari, sepse kanë shumë kontroll mbi shumë çka. Dhe ata mendojnë se duke kontrolluar gjithçka që është e dukshme, e kanë të sigurt vazhdimsinë dhe e kanë të sigurt që njerëzit do të vazhdojnë t'i ndjekin. Mirë po, nëse do të më detyronit që të bëj një parashikim, parashikimi im do të jetë që Parisi i Tiranës, dhe jo vetëm Edi Ramës, se Edi Rama është më fino kundër të gjithë ata, por Parisi i Tiranës do t'i vi ndoshta ande nga nuk e pret. Që do të thotë në këtë rast? Që do të thotë që ka disa gjëra që ata nuk arrin do t'i parashikojnë dhe mjafton të shohësh se çfarë ndjejnë njerëzit, se çfarë ndjejnë njerëzit duket në pika të caktuara, nëse shkoni dhe i merrni nëpër intervista, ka njerëz që kanë filluar ta shfrehin dufin, por ka edhe shumë që nuk e shprehin dhe që e mbajnë, dhe në momentin që krijohet dritarja e veprimit, pasojë do t'i ndjej paria e Tiranës. Nuk ka dashuri, populli nuk e don parinë e Tiranës. Mund ta votojë, e kuptoj që duket si paradoks. Mund ta votojnë, mund edhe të marrin parat, mund edhe në diskutime tavolinash ta mbrojnë filanin ose fistekun ose X-in ose Y-in, thonë jo mëse janë tanët e tjerë, por në vetvete të gjithë njerëzit e kuptojnë se sa të ndyrë dhe se çfarë poshtërsish kanë bërë këta. Dhe ka një, do t'ju vendosjan duke një diçka. Nëse bëhen anketa dhe në anketa njerëzit mendojnë se është anonime, ka një rritje të frikshme të atyre që vlerësojnë kohën e monizmit. Këtu ka shpjegime sa duash, po t'i hym nga pikpamjet profesionale, po ajo që na intereson për temën e diskutimit sot është kjo. Këta janë sjell aq keq
saqë ka një shumicë të shqiptarëve që preferojnë atë që ishte që u hoq me dhunë që e zvarritën monumentin e merhumit në rrugë të Tiranës. Preferohet ajo duket si më e mirë se sa kjo që kemi sot. E pra sot kemi më shumë ham, kemi teorikisht lirinë e të folurit. Unë këto që po them sot nuk do t'i kisha thënë dot kurrë në atë kohë, nuk do të më qaste askush afër çdo lloj portali mediatik ose çdo lloj medie. E megjithatë, njerëzit ndjehen më të palirë, ose po aq të palirë, po të themi, ose një pjesë mirë e shqiptarëve kanë nostalgjinë atij sistemi. Kjo nuk flet për atë sistem, kjo flet më shumë për këtë pocaqëllëkun që kanë bërë këta, tregon që sa i do populli këta. Nuk i do populli këta. Jeni të sigurt. Dhe nuk i voton shumica e shqiptarëve. I voton shumica atyre që dalin në votime. Edhe kjo duhet theksuar. Të kalojmë pak te kampi opozitar. Si mendoni çfarë po ndodh me Sali Berishën, i cili zhvilloi një protestë së fundmi përballë kryeministrisë, por shumë pak demokrat u shfaqën atje dhe duket se Berisha protestat i përdor për presion politik apo sa herë ndihet ngushtë teksa u thirr nga SPAK-u sa i përket dosjes së 21 janarit. E patëm diskutuar të njëjtën çështje në një prizmë diçka më ndryshe në bisedën e mëparshme bashk. Dhe atëherë pata thënë, siç e kam thënë prej vjetra, domethënë disa vitesh, të paktën 10 vjet, që Partisë Demokratike i ka sosur vaji i kandilit. Po t'ja përkthem njerëzve çdo të thotë kjo. Një parti politike ekziston si një formacion që përçon një ide. Dhe pastaj, në bazë të saj ideje, që është e përbashkët e një grupi njerëzish, organizohet dhe bëhet dhe një organizëm elektoral që mbledh vota për të përparuar atë ide, ose grup idesh, ideologji që quhet. Mirë po, Partia Demokratike ka vite që nuk ka më arsye pse të ekzistojë. Në vitin 90 dhe 91, historia e saj nuk është ende fort e qartë, ende njerëzit nuk e dinë që ka qenë pak si më ndryshe historia e saj, por kjo është temë një diskutimi tjetër. Në vitin 90-91, kur lindi Partia Demokratike, kjo kishte një qëllim të qartë, njerëzit e perceptonin si të tillë, ishte rrëzimin e sistemit komunist dhe shndërrimin e Shqipërisë në një shtet kombë të bekat. E mori pushtetin, e përdori në mënyrën se si e përdori, u rrëzua me dhunën 97-ën, po kishte humbur legitimitetin plotësisht në 97-ën, pavarësisht se rrëzimi ishte i dhunshëm, legitimiteti i Partisë Demokratike në atë kohë ishte pothuajse nën zero, dhe kishte protesta që i përngjanin asaj protestës që cituat ju të para disa ditëve, me 300 vet, 400 vet. Mirë po, Partia Demokratike rezistoi sepse ata që erdhën, Fatos Nano, riinstaluan një version shumë më modern dhe shumë më të prezantueshëm ndaj Evropës të hajnis. Pra ishin hajna më të sofistikuar, ta që erdhën në krye bashkë me të ndjerin Fatos Nano. Dhe e trajtuan pushtetin në mënyrë të tillë saqë njerëzve u erdhin majt hundës dhe atyre, dhe me idenë e rotacionit, me idenë që ka ndryshuar çështja, që do të marrë të rit dhe do të qeverisë në mënyrë të ndryshme, Sali Berisha arriti të bindë jo tamam shumicën, se po ta shohim ashtu nuk fitoi shumicën, por me anë të LSI-së dhe të mekanizmave elektoral arriti që të marrë një shumicë të qëndrueshme 2005-2009, të cilën e rekuperoi gjithashtu 2009-2013. Qeverisi në të njëjtën mënyrë dhe u përpoq të imitoj në mënyrat e veta qeverisit e mëparshme, derisa ju erdhin majt hundës njerëzve dhe sollën Edi Ramën në pushtet, i cili tani më ka kapur të gjitha levat. Pse e bëra këtë lloj historie? Sepse në këtë pikë, në momentin që humbi zgjedhjet e 2013-s, Partia Demokratike në radh parë u shit nga Sali Berisha, është shitur njeriu të sjell posaçërisht për të marrë leadershipin, prandaj dhe nuk pati garë reale. Të gjithë ata që janë brenda Partisë Demokratike e dinë, nuk kishte garë reale, dihej. Ndërkohë që ju thuaj njerëzve që gara do të jetë reale, unë nuk do të marr në telefon, njerëz, të gjithë kryetarët e degëve merrnin mesazh SMS me emër të kryetarit historik ku thuaj që të votohet për Lul Bashën. Pra Lul Basha ishte i dërguari, kjo ishte marrëveshja. Këtë nuk keni nevojë ta dëgjoni nga unë, dëgjoni çfarë ka thënë Sali Berisha kur u shpall nën grata.